Janë përmendur në disa hadithet pejgamberit alayhis salam kohra dhe gjendje se kur pranohet më mirë apo ka më shumë gjasa që të pranohet duaja. Dhe kjo po ashtu është sprov për robrit dhe mësim për robrit, sepse Allahu ka mundësi që ta pranojë duan në çdo kohë. Mirë po, Allahu i ka bërë disa kohra më të bereqetshme, që ta sprovojë robin, ta shohë se a është me të vërtet i nënshtruar ndaj Zotit të tij dhe a e kërkon me të vërtet këtë gjë me gjithë zemër, me sinqeritet. Dhe kjo është shumë e natyrshme dhe shumë e realt. Prej këtyre kohrave dhe gjendjeve kur pranohet më shumë duaja është pjesa e tretë e natës, do me thonë koha e syfyrit. Koha e syfyrit. Për këtë shkak, sidomos në Ramazan, kur njerëzit zgjohen në atë kohë, është e pëlqyer pra që njeriu të bëjë sa më shumë dua në atë kohë. Po ashtu edhe jashtë Ramazanit është e pëlqyer që njeriu të ngritet të falë namaz nafile, pra gjatë natës, dhe të bëjë dua ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kohë tjetër është tek namazet farz. Do me thonë këtu ndërlidhet duaja e kërkesës me duan e adhurimit, siç e sqaruam. Në namazet farz, do me thonë tek teshehudi i fundit, kur ulemi në fund pas e tehijatit dhe salavateve, është e pranuar duaja, për këtë shkak edhe është sunet, këtë e din gjithë, që ti thonë ato dy duat, Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, dhe Rabbena ighfirli, do me thonë, këto dy duat po lejohet nëse njeriu dëshiron edhe ndonjë dua tjetër ta thojë në këtë kohë. Pas përfundimit veprave të mira, pas përfundimit të agjerimit, për shembull në kohën e iftarit, pas përfundimit namazit, pas përfundimit të ndonjë ibadeti që ndërlidhet me haxhin, pra është mirë që të bëjë dua. Se ka bënë një punë të mirë, është e përshtatshme që të kërkojë diçka prej Allahut subhanahu wa taala. Duaja me sezonit edhe ikametit, kur shkon në xhami, thirrë ezani deri në ikamet ka kohë, ashtu. Në këtë pjesë me sezonit edhe ikametit pranohet duaja më shumë. Po ashtu duaja në mexhliset ku përmendet Allahu, mexhliset e diturisë, qofshin në xhami, qofshin dikun tjetër, sepse pejgamberi alayhis salam na ka treguar se në këto tubime zbret mëshira e Allahut, prezantojnë melekët dhe Allahu u afal atyre. Po ashtu duaja e udhëtarit, do me thonë kur njeriu është udhëtar, udhëton, shkon prej një vendi në një vend tjetër, gjatë kësaj periudhe kur është në udhëtim, është e pëlqyeshme që të bëj sa më shumë dua ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu duaja e agjëruesit, siç e përmendëm edhe më herët, agjëruesi, sidomos në kohë të syfyrit edhe para iftarit. Mirë po edhe gjatë ditës kur është agjërueshëm, është mirë pa që të bëj dua. Për këtë shkak edhe inkurajohet njeriu që të bëj agjërim nafile. Është e pëlqyeshme pra që të agjëroj nafile 3 ditë brenda muajit, që i quajnë ditët e bardha, 13, 14, 15. Kuptohet sipas kalendarit të hijretit. Këto janë sunet që të agjërohen, pra po ashtu është sunet që të agjërohet nafile flas, e hëna dhe e ejtja, do me thonë të hënën dhe të ejten. Po ashtu në haxh, ai i cili shkon në haxh, kjo është shancë e madhe që të bëj dua sa më shumë. Do me thonë gjatë tavafit, në Arafat, në Mina, në Muzdelife, po sidomos në Arafat potencohet më shumë. Do me thonë ditën e Arafatit duhet që ta shfrytëzojë haxhiu që të bëj sa më shumë dua, sepse është kohë kur pranohen duat shumë.